Arsimi parauniversitar në Shqipëri po përballet me një valë shqetësuese ngjarjesh të rënda që po shpalosin një realitet alarmues brenda mureve të shkollave të mesme. Dhuna mes nxënësve, mungesa ndërhyrjes institucionale, bullizmi sistematik dhe neglizhenca ndaj shëndetit mendor të adoleshentëve kanë kulmuar me ngjarje tragjike dhe akte kriminale që kërkojnë reagim të menjëhershëm nga autoritetet. Gjimnazi Ibrahim Rugova në Kamës është kthyer në epicentrin e debatit publik pas dy ngjarjeve të njëpasnjëshme që kanë tronditur komunitetin arsimor. Vetëm pak orë pasi një vajzë 16 vjeçare, nxënëse e vitit të parë, u vetvra pas daljes nga shkolla, ku dyshohet se ishte viktime bullizmit. Një tjetër incident ndodhi pranë shkollës. Dy nxënës u plagosën me thik pas një konflikti mes tyre. Dëshmitarë dhe prindër akuzojnë drejtuesit e shkollës pas pasivitetit dhe mungesës totale të masave parandaluese. Sipas burimeve, konflikti mes nxënësve ishte i njohur prej kohësh, por nuk u ndërmor asnjë hap për të ndërhyrë. Më alarmant është fakti që njëri nga nxënësit e përfshirë me përplasjen me thik, sipas dëshmive, ishte vetë viktime dhunës dhe bullizmit të vazhdueshëm në ambientet e shkollës. Lidhur me vajzën që humbi jetën, raportimet tregojnë se ajo largua nga shkolla në gjendje të rënduar emocionale, por nuk mori asnjë ndihmë apo vëmendje nga mësuesit apo psikologu i shkollës. Pas ngjarjes tragjike, shkolla nuk ofroi asnjë mbështetje psikologjike për nxënësit, duke vijuar mësimin normalisht pas një mbledhje të shkurtër me kujdestarët e klasave. Ngjarjet në Kamës nuk janë të izoluara. Në disa shkolla të tjera të vendit janë raportuar raste të dhunës fizike, përdorimit të armëve të ftohta dhe madje konsumimit të substancave narkotike brenda ambienteve të shkollës. Pavarësisht kontrolleve të shpeshta për telefonat celular, duket se institucionet arsimore nuk kanë një strategji të qartë për parandalimin e hyrjes së mjeteve të rrezikshme apo menaxhimin e shëndetit mendor të nxënësve. Psikologët në shkolla janë të pak, shpesh të mirëngarkuar dhe në shumë raste të padukshëm në jetën shkollore të nxënësve. Në vend të ndërhyrjeve të hershme, problematikat shpërthejnë në forma të ndryshme ose në rastin më të rënd përfundojnë në tragjedi. Ngjarjet e fundit kanë ndezur dritën e kuqe për gjithë sistemin arsimor. Prindërit, nxënësit dhe mësuesit kërkojnë që shkolla të mos jetë më një midis ku dhuna dhe bullizmi tolerohen, ku problemet fshihen dhe tragjeditë trajtohen si statistika. Shkolla duhet të rikthehet si vend i sigurisë, respektit dhe përkujdesjes për çdo nxënës.